Mandati i Vjosa Osmanit ka qenë me plot rezultat dhe plot suksese, si në arenën ndërkombëtare, si dhe në fushën e sigurisë të cilën e ka mbuluar. Pra në një rrethon, saqë edhe Shtetet e Bashkuara dërgojnë letër dhe konfirmojnë pozicionin e tyre për mbështetje të plot karshi sovranitetit të Kosovës, karshi mbrojtjes së kufive të Kosovës, si dhe një interesim të shtuar për prezencë më të madhe dhe ekonomike në Kosovë, sepse mos të harrojmë pra jemi në një kohë ku SBA-t po tërhiqen nga Kina, e një prej terreneve që është menduar që të investohet më shumë, e sidomos pra tek trinë tonë, pra ka qenë Kosova. Kështu që ka prekur në shumë fusha të cilet kanë rezultate, kanë dhe suksese. E nga njëherë më duke që pikërisht pra rezultate dhe sukseset e bënin atë target të shumë sulmeve dhe helmit që derdhej padrejtisht në të për shkak të punës dhe një mandati të suksesshëm. E që natyrshme ka qenë nga gjithë ana jonë, po tash po flas nga pozicioni i deputetit, që në një situatë ku ka dhe kriza gjeopolitike, e ne kemi një president i cili ka një mandat të fortë me sukses, si dhe me aleanca mirë të ndërtuara me partner tonë perëndimor, që kjo do të nënkuptonte vazhdimsi e një mandati të radhës. Besa dhe në retorikën... Po duhet pazar politik, 2021 janë marrë vesh, 2025 janë marrë vesh, ecim tutje. Po mirë, po aty pat vullnet, pra që të kemi edhe 15 nënshkrime nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e që të kishim vazhdimsi të mandatit. Sa kanë qenë mrena grupit parlamentar të vetë vendosjes për Vjosa Osmani, keni qenë veç ju të guxa, ka pas? Aty nuk ka pas asnjëherë zëra refuzues nga ndaj kandidaturës Vjosa Osmanit. Pra nga ana e deputetëve, unë asnjëherë s'kam dëgju ndonjë qëndrim të vetëm nga dikush i cili ekskluzivisht ka refuzuar. Thjesht si entitet politik që është shumë i centralizuar, pra këto vendime merren lart, pra mund të them që shumica merren nga një njeri vetëm. Andaj dhe demokracia kur është dizajnuar me shumë institucione të larta, sepse mendohet që me mirëmbajt balansi institucional, sepse njeriu mund të jetë edhe i gabueshëm. Dhe kjo si duket, pra ka qenë më shumë si një lloj pozicioni i leadershipit të lëvizjes vetëvendosje, të cilën nuk e ka konsideruar si një opcion të radhës. Mirë po që e konsiderante si opcion për zëvendës kryeministre dhe ministre të punëve të jashtme. Andaj kjo e bënte edhe më absurde, sepse si ministre punëve të jashtme do të nënkuptonte ndoshta edhe disa kompetenca më shumë edhe buxhet të rritur për çështje të marrëveshjeve të ndryshme, kontratave të ndryshme që i bën Ministria e Punëve të Jashtme. Andaj absurditeti pra i kësaj çështje shpesh më dukej sikurse një reflektim i një egoje që më lart jo mirë po më poshtë bën, sepse nëse rezultatet janë problem ose individualiteti i saj që ka problema, atëherë pse që nga e pranueshme për zëvendës kryeministre dhe ministre të punëve të jashtme, kurse për vazhdimsi e një mandati të radhës ju. Ku kundër përgjigje dhe kundër alternativ, pra patëm zonjën Ferite dhe zonjën Hatixhe, që me gjithë respektin ndaj tyre ne pam që pas një deklarate të vetme kishëm 2 ambasada që e demantuan për qëndrimin, andaj flet dhe për sensitivitetin atij institucioni që duhet ta kemi të fortë e sy hapur ndaj zhvillimeve, sepse udhëheq me politikën e jashtme e besa dhe kompetencë të madhe karshi sigurisë në vend.